Kryeministri Edi Rama ka publikuar një përmbledhje të rezultateve të indeksit të transformimit të Bertelsmann Stiftung, BTI 2026, duke theksuar se Shqipëria renditet ndër vendet me performancën më të lartë në Europën juglindore. Sipas të dhënave të ndara prej tij, Shqipëria kryeson rajonin në transformimin politik me 7.70 pikë dhe në treguesin e qeverisjes me 6.71 pikë. Ndërsa në transformimin ekonomik, renditet e treta me 7.11 pikë, pas Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Në krahasimin rajonal të publikuar, Shqipëria paraqitet përpara vendeve si Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Bosnia dhe Hercegovina dhe Kosova në disa prej treguesve kryesor. BTI është një indeks ndërkombëtar që analizon çdo 2 vite cilësinë e demokracisë, zhvillimin ekonomik dhe qeverisjen në 137 vende të botës, bazuar në raporte të detajuara dhe ekspertizë ndërkombëtare. Të dhënat e publikuara nga Rama i referohen periudhës së vlerësimit shkurt 2023-janar 2025 dhe paraqesin, sipas tij, progresin e Shqipërisë në proceset e reformave dhe forcimin e kapacitetit qeverisës.